Autoritetet shëndetësore kanë shpallur epidemi të etheve të Nilit Perëndimor në 3 komuna të Shkupit, Kiselavod, Gazibab dhe Butel, si dhe në komunën periferike Ilinden. Sipas autoriteteve shëndetësore, që nga fillimi i vitit janë konfirmuar 24 pacientë të prekur me ethet e Nilit Perëndimor, ndërsa 2 raste janë të dyshuara. 20 pacientë janë të hospitalizuar në klinikën infektive, prej të cilave 5 janë në gjendje të rëndë, pjesa më e madhe të prekurve janë pensionistë. Një pacient ka ndruar jetë, ai ishte 83 vjeç dhe sipas autoriteteve shëndetësore kishte disa sëmundje shoqëruese. 5 pacientë pranuar në klinikën infektive janë në gjendje kritike dhe ndodhen në ventilim mekanik. Zëvendës ministri i shëndetësisë, Jovica Andovski, së bashku me përfaqësues të Institutit të Shëndetit Publik, Qendrës së Shëndetit Publik Shkup dhe Klinikës së Sëmundjeve Infektive, në konferencën e sotme për media, informuan për gjendjen epidemiologjike me ethet e Nilit Perëndimor në vend. Autoritetet thanë se nuk ka vend për panik, por nevojitet kujdes dhe përgjegjësi. Përkatësisht qytetarët duhet të marrin masa për mbrojtje personale, të veshin rroba të përshtatshme dhe të shmangin vendet ku ekspozimi ndaj mushkonjave është më i madh. Drejtori i Klinikës së Sëmundjeve Infektive dhe Gjendjeve Febrile, Dr. Fadil Cana, informoi se pacientët po trajtohen në klinikë, e cila disponon kapacitete dhe diagnostik adekuate.